Mirë se erdhët në episodin e fundit të këtij sezoni, Ndryshe por bashk. Gjatë këtij sezoni kemi përcjell histori frymëzuese. Kemi patur prindër të cilët kanë ndarë me ne historitë e tyre të suksesit dhe sfidat gjithashtu. Kemi patur persona të cilët janë të përkushtuar në këtë shoqëri gjithëpërfshirëse. Për ta mbyllur këtë sezon, në këtë episod kemi të ftuar një person i cili ka përkushtuar punën e saj fëmijëve me autizëm prej një kohe shumë të gjatë, duke marrë pjesë edhe në trajnime barkombëtare, që të jetë sa më profesionaliste në atë që ofron, dhe gjithashtu një mbështetje shumë të fortë për prindrit e profesionistët si trajnuese dhe mentore e tyre. Faleminderit Engelida që je sot me ne. Faleminderit ju dhe kënaqësi e veçantë që marr pjesë në një podcast që drejtohet nga IMEBI. Faleminderit që je këtu. Gjithashtu jo vetëm si e ftuar, por edhe si bashkëautore e këtij sezoni dhe presim gjëra të reja në sezonin që vjen. Patjetër që po, mendoj që ishte një fillim i mirë dhe faleminderit shumë dhe personave që na e bën të mundur këtë gjë, këtë podcast, sepse mesazhet që janë përcjell deri tani kanë qenë shumë informuese dhe personat të cilët kanë marrë pjesë kanë përveç anës profesionale dhe eksperiencave të tyre kanë qenë dhe njerëz që kanë shfaqur vlera dhe na kanë motivuar dhe emocionuar gjithashtu përgjatë këtyre episodeve të podcastit. Kur e kthen kohën pas, cili ka qenë ai momenti që ti ke kuptuar që kjo do ishte rrugtimi yt profesional? Po e filloj nëse është në gen, do me thëmë, babai im dhe një pjesë e kushurimve të mi dhe xhaxhait tim kanë mësuar ose kanë studiuar pedagogji. Dhe në fakt nuk është se kisha menduar pikërisht që tisha në fushën e pedagogjisë, por kështu ndodhi dhe erdhën situatat dhe unë u gjenda pikërisht në vitin 2000, mbasi kisha përfunduar fakultetin e infermierisë dhe kisha punuar disa vite në pediatri. Ishte e njohur me pjesën pediatrike, me fëmijët, me... Po, isha bërë nën, kisha 2-3 fëmijë, kishin ardhur në jetë, ndërkohë që në vitin 2000 ne kthehemi sërish nga Gjermania dhe filloi punë në qendrën kombëtare të zhvillimit që tani është qendër kombëtare, po më për në ato vite ka qenë spital distrofik, ku trajtoheshin fëmijë me probleme të kequshqyerjes. Dhe ndodh që në atë kohë ishte ofruar një organizat gjermanisht folse e Zvicrës dhe ofronte trajnime që këta fëmijë përveç kequshqyerjes të merrnin edhe terapi zhvillimi apo terapi loje që do t'i ndihmonte ata në zhvillimin e tyre. Dhe këtu ishte piknisja që mua më pëlqeu kaq shumë kjo fushë, sepse ti duhet të njiheshe me etapat e zhvillimit sipas psikologëve, studiosëve, atyre që ishin marrë me këtë fushë, dhe ti implementoje këto etapa zhvillimit tek fëmia që kisha përballë. Normalisht edhe eksperienca si nën më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Kam pasur 3 fëmijë të mrekullueshëm. I ke akoma? I kam. Çfarë të motivon ende sot që ti ta vazhdosh të punë me të njëjtin entuziazëm, me të njëjtin pasion? Jo vetëm unë që të kam parë prej vitesh se si punon, po është feedbacku i shumë personave të tjerë që energjinë tënde dhe pasionin tënd për punën dhe mënyra se si e bën duket sikur të rrëshket për duar, po themi, ëh. Faleminderit që, domethënë, ma thua këtë gjë, por tashmë është në brëntin time, është në lëkurën time gjithë kjo gjë. Kanë kaluar 25 vite eksperienca, çdo njëri nga rastet ka qenë unik, dhe çdo njëri prej tyre më ka dhënë emocion. Dhe aq më tepër shumë emra që tashmë janë të rritur, por kur kujtoj fëmijën e parë që ka ardhur në qendër me çrregullim të spektrit të autizmit ka qenë vetëm 2 vjeç dhe lidhja jon ishte kaq e menjëhershme dhe afeksioni sa ai kur mbaronte seancën e terapisë, ndodh që shtëpinë e kishte poshtë qendrës, shkonte pak orë dhe përsëri kthehej sërish lart për të vazhduar lojën aty ku e kishim lënë. Ai sot është një djalë që ka mbaruar universitetin
dhe ka ecur shumë në jetë dhe unë kënaqem që ndiqemi nëpër rrjetet sociale. Kështu që ka qenë emocionet janë shumë të mëdha përgjatë punës tonë. Normalisht ka edhe që nuk ja kanë dalë, por gjithsesi janë të përfshirë në jetën time personale dhe profesionale. Pavarësisht këtyre emocioneve të bukura që mund të ketë pasur në ato fillime, nga diçka e re, një punë e re, një eksperiencë të cilën nuk e kishe më përpara, cilat kanë qenë ato vështirësitë e para në ato fillime? Po vështirësitë e para ishin sepse, domethënë, ti duhet të përktheje nga gjermanishtja në shqip gjithë informacionin që ishte një informacion shkencor. Që shkencor që vinte. Ato përpiqeshin terapistet që na kanë ofruar trajnimin atë kohë, përpiqeshin të ishin sa më të thjeshta dhe të ofronin shumë praktik. Dhe mendoj që aty kemi përfituar shumë si grup dhe dua të përmend patjetër doktoresh Donika Naqin, pediatër zhvillimi që ka qenë drejtuese e asaj qendre dhe bashkëudhtare në formimin tim. Mirënjohëse pafund për gjithë përkushtimin e saj dhe për gjithë motivimin që na ka dhënë. Vazhdoni në këtë rrugë, ndihmoni fëmijë, por ndihmoni ndërkohë edhe veten. Dhe për mua ka qenë vërtet ka pasur vështirësi sepse duhet të përktheje, duhet të futeshe në një fushë që nuk ishte prekur më parë, rastet jo vetëm me çrregullime të zhvillimit dhe të kequshqyerjes, po filluan të vinin dhe raste të para me çrregullim të spektrit të autizmit, sindromat po ashtu. Kështu që diagnozat ishin të ndryshme në të cilat ne përballeshim aty dhe ti duhet të ndërtoje një plan edukativ të bazuar mbi etapat e zhvillimit sipas Piaget's. Dhe mbi këto, mbi këto është fokusuar shumë doktoresh Donika për të na thënë shiko, studiojeni mirë këto gjëra dhe filloni t'i aplikoni te secili fëmijë në mënyrë individuale, duke parë dhe duke mësuar tamam që çdo njeri nga ne është unik në zhvillimin e tij. Duke qenë pjesë duke vazhduar në pjesën e trajnimeve. Cili ka qenë ai trajnim që ti e veçon nga gjithë tjerët që ka qenë një eksperiencë më e bukur ose më frytëdhënëse për ty? Të gjitha trajnimet, me të drejtën, kanë qenë jashtëzakonisht shumë të bukura, por do të veçoj trajnimin 2 javor në Zvicër në 2005, kur ne kemi parë një mori të madhe eksperjencash që nga qendra që fillonin të trajtonin fëmijë nga 0 deri në 18 vjeç, po qendra është jashtëzakonisht të mëdha dhe sa të strukturuar ishin këto qendra dhe këta njerëz, këta profesionistë, dhe sa me përkushtim dhe sa emocion dhe dashuri u falnin fëmijëve, personave, individëve, dhe deri tek qendrat që trajtonin të rritur në vazhdimsi. Domethënë ishte një trajtim në vazhdimsi. Dhe jam kënaqur jashtëzakonisht e kujtoj në Tavern, në një qytet malor të Zvicrës, kemi ngrënë një drek ku na kanë shërbyer fëmijë me sindromën Down, të veshur aq bukur me atë kostumin e kamarierit, të bëra me dru menut, dhe çdo njëri nga ata vinte dhe sillte menun edhe shtronte tavolinën me shumë dashuri dhe siç e ka sindromi Down, atë pjesën sociale, të qeshur dhe me shumë dashuri. Dhe ajo më ka mbetur në mendje. Pastaj trajnimet kanë qenë shumë jashtëzakonisht të bukura edhe me analizat e sjelljes nga Amerika dhe dua të veçoj Lynn Brennan, ka qenë mentorja dhe supervisorja ime për ABA therapy. Do të veçoja dhe trajnimin në Kuwait, që ishte një qendër jashtëzakonisht e madhe dhe shumë luks brenda, por atë që paraqisnin ishte pikërisht ajo që kisha parë në Zvicër, por futur brenda dhe element të AB-s. Ishte një bashkëlidhje, një mix shumë e këndshme e gjithë terapisë që ofrohej. Aty pedagogët dhe terapistët kryesisht ishin vendas, por kishte edhe shumë të huaj, që vinin nga Anglia, Britania e Madhe dhe Amerika.
Si të kanë shërbyer këto trajnimet konkretisht në punën tënde? Po themi ai trajnimi që ke bërë në Zvicër më shumë drejt autonomisë praktike, po themi, apo ABA, si i ke praktikuar? Në fakt, çdo trajnim ja ka vlejt. Zvicra ishte me shumë suporte vizuale dhe strukturë drejt aftësimit praktik, gjë që e kam ndjerë edhe këto 10 vitet e fundit në Gjermani, është e njëjta gati, e njëjta strukturë. ABA ishte jashtëzakonisht e bukur, e strukturuar, po punonte shumë me sjelljen dhe komunikimin, dhe ajo kishte patjetër vlerë. Terapitë e lojës dhe terapitë e grupit që i kam parë në Kuvajt, dhe ato që kanë lënë vlerë tek unë se si mundet të kalohet nga terapia individuale tek terapia e grupit, dhe çfarë hapash ti duhet të ndërmarrësh si terapist, dhe nuk është terapia ajo që shkruhet në letër e një programimi të bërë nga X specialist. Ti ke përpara një individi ka aftësi të ndryshme. Dhe kështu që ti duhet ta planifikosh dhe ta bësh këtë plan edukativ individual, duke futur dhe element të abës, edhe element të lojës, çfarë i përkasin dhe si duhet të sillen dhe çfarë perspektive duhet t'i japim individit që kemi përballë, fëmijë apo i rritur. A mendon se kjo lloj qasje mungon tek ne? Përgjithsisht. Mendoj që po, duket sikur është bërë një lloj uniformiteti i programeve të sjellë në 2012, programeve Teach të sjellë në 2012 nga specialistë të ABA-s, dhe ato tashmë gjenden në çdo qendër me të cilat punojnë terapistët këtu, dhe duket sikur zbatohet pikërisht ajo çfarë shihet aty, duke matur përqindje të përgjigjeve dhe pa pasur një sy klinik për të kuptuar realisht se çfarë vërtet i nevojitet fëmijës. Nëse do kishe mundësi që ti të sillje një ide nga gjithë bagazhi jot ose i trajnimeve, eksperiencës, intuitës, cila është ajo ide që ti do doje ta implementoje se s'bën sot? Nëse do sille do ishte pikërisht suporti dhe struktura vizuale e Europës, flas për Zvicër, Gjermani, të paktën këto vende që i kam parë, do doja element të analizës së sjelljes, të futura brenda duke implementuar sipas çdo nevojave të individit që kanë përballë, fëmijët që kanë përballë. Dhe do doja hap pas hapi të bëja kalimin nga terapi individuale në terapi grupi si perspektivës që pas në Kuvajt. Tani për të bërë pak një quiz të shkurtër bashkë. Unë e di që është pak e vështirë të zgjedhësh midis një alternative për ty, por dua të më japësh opinionin tënd të sinqert. Këto zgjidhje. Do zgjidhje ABA-n apo terapinë e lojës? Të dyja më pëlqejnë shumë, por do zgjidhja terapinë e lojës. Pse? Do ta zgjidhja terapinë e lojës sepse nëpërmjet lojës japim mundësi fëmijës për të zhvilluar komunikimin, për të zhvilluar aftësi sociale, por edhe për të strukturuar sjelljen. Kështu që brenda terapia e lojës do t'i ketë të gjitha elementet. Peksin apo komunikimin verbal? Komunikimin verbal, mendoj, sepse peksi është përsëri sistem i shkëmbimit sipas figurave drejt komunikimit verbal. Kështu që unë do zgjidhja komunikimin verbal, po patjetër siç e thash, suporti vizual është shumë i rëndësishëm. Më thon të dyja, po thua. Pak a shumë. Do të zgjidhe terapi individuale apo terapi në grup? Do të zgjidhja terapin individuale për aq kohë sa do t'i duhej individit për të futur në terapi grupi hap pas hapi dhe me kohë të limituar. Një prind i cili është i përfshirë pas çdo seance apo një prind i cili është prezent vetëm gjatë konsultave? Mendoj që prindi i përfshirë në të gjitha stadet
dhe çfarë ndodh me fëmijën e tij është një prind që përfshihet në çdo situatë. Dhe ka një moment të caktuar ose një kohë të caktuar. Nëse ka 3 muaj apo nëse ka diçka që duhet diskutuar, patjetër që po, ose ka disa pika që duhet diskutuar, patjetër që po, konsultat janë të nevojshme, por një prind që është aty dhe të mbështet në çdo hap, patjetër që dhe efektiviteti i gjithë terapisë, mosimdhënies, aftësive që mësohen, është më i efektshëm se sa një prind që merr pjesë vetëm në konsulta. Teknologjia apo materiale konkrete? Materiale konkrete, absolutisht po. Teknologjia ndoshta, por përsëri e limituar. Mendoj që tek fëmijët e vegjël nuk mendoj që duhet të jetë e pranishme. Trajnimet online apo ato në praktike? Jam shumë me praktikën, do më pëlqente shumë praktika. Trajnimet online mund të jenë thjesht për të marrë informacion, por atë gjë që ti e prek edhe është komplet ndryshe. Çfarë është më e rëndësishme, cilësia apo sasia e orëve terapisë? Cilësia patjetër. Cilësia. Do më pëlqente shumë cilësia, të shikoja një terapi që funksionante cilësisht, jo sasi orësh. Sasi orësh mund ta çosh në kopësht e lë aty dhe është gjithkohës në grupe dhe merr çat kapësh dhe merr çat marrësh, ndërsa cilësia e kohës që ti kalon dhe shpenzon me fëmijën, me rastin, me të rriturin është ka tjetër efektshme. Kjo është pak e vështirë tani. Përvoja apo literatura shkencore? Shkojmë bashk, përvoja të mëson, çdo rast që prek ty të mëson, mirë po ka nevojë që ti të mbështetesh në literaturë, patjetër që po. Okej, struktura apo spontaniteti? Struktura. Dhe drejt spontanitetit patjetër, po struktura është e para për mua. Përforcimi pozitiv apo korrigjimi i gabimit? Përforcimi pozitiv do sjellë korrigjimin e gabimit. Faleminderit. Të kalojmë në disa pyetje pak më personale për ty. Çfarë të ka mësuar autizmi për jetën? Autizmi më ka mësuar që të gjithë jemi të riskuar, asnjëri nuk është i mbrojtur, si pasojë e këtij shtimi të rasteve kaq, domethënë alarmante. Ndonjëherë bëj pyetjen se çfarë vërtet ndodh në trurin e një individi me autizëm. Kam mësuar shumë nga këto raste përgjatë këtyre viteve. Është çrregullim neurozhvillimor, është mënyrë jetese, është të kuptuar ndryshe. Por gjithsesi janë shumë emocional, janë edhe kur gabojnë në sjellje, edhe kur janë të përfshirë në stereotipit e tyre, duan të tregojnë diçka, kanë diçka për të treguar, kështu që jeni të vëmendshëm për të kuptuar se çfarë ata duan të thonë. Kush të frymëzon profesionalisht, përveç meje? Ti patjetër që po, por që Temple Grandin më frymëzon se është një person femër që ka kaluar eksperiencën e saj edhe në çrregullimin e aspektit autizmit dhe ja ka dalë. A ke ndonjë libër që do mund t'ja rekomandoje terapistëve që do ta lexojnë? Jeta e Temple Grandin do më pëlqente që ta lexonte çdo terapist, se do mësonte shumë, por edhe more than words. Okej. Nëse nuk do ishe terapiste, çfarë do kishe bërë? Më pëlqen jashtëzakonisht të shtroj tavolina të bukura. Okej. Arreduse. Patjetër. Të kalojmë pak në raste konkrete. A ka ndonjë fëmijë që nuk do ta harrosh kurrë? Unë kam një listë shumë të gjatë që mund të përmendësh ti, po kam një rast që ka qenë në fillimet e mia, duhet të qenë viti 2002 dhe ishte një rast, një nën që vinte nga Tropoja, nga Malësia,
dhe kishte sjell në jetë një djalë mbas 9 vajzave, me shumë dashuri. Mirë po, fëmija ishte i diagnostikuar polihandicap, ne punonim shumë me stimulimin bazal, kishte shumë të dëmtuar shikimin dhe motorikën, megjithatë dashuria e asaj nëne më ka prekur shumë, sepse në këtë kohë, përballë, domethënë ajo ishte gjithmonë korrekte në ndjekjen e terapisë. Dëgjonte me vëmendje se çfarë i thuaj dhe përpiqej të bënte të njëjtat gjëra që kishte parë përgjatë terapisë edhe kur ishte në kohën e pushimit. Dhe përballë këtij rasti kam pasur një fëmijë tjetër, të një personi VIP, që ishte e ftohtë, e akullt ndaj fëmijës së saj dhe ignoronte të qarat apo dhe sjelljet. Dhe çdo gjëja delegonte terapisë apo shkencës. Dhe këto ishin, domethënë, dy ekstreme, por kjo nëna më ka prekur dhe kam thënë, nuk e di përgjatë këtyre që kanë qenë në fillimet e mia, e kam akoma në mendje. Nuk e di ku është, por e përshëndet që ka lënë gjurmë në jetën time profesionale. Shumë bukur. Cili ka qenë progresi i cili ty të ka emocionuar më shumë? Ka shumë emra. Pa i përmendur, do përmend vetëm një djalë që ka ardhur në moshën 3 vjeç tek qendra Fluturov për jetën, sapo kishin filluar qendrën e hapjes së qendrës së autizmit, ishte një fëmijë kaq i bukur dhe ka ardhur pa fjalë, me shumë sjellje dhe hiperaktivitet dhe fal terapisë së duhur. Pas 6 muajve, a i tha miru pafshim terapi, sepse për 6 muaj punë, dhe vërtet ka qenë shumë emocionuese, sepse pastaj kam ndjekur më pas në kohë dhe çdo gjë shkonte për mrekulli. Ndonjëherë gabohemi në vënje diagnozash ose si mund të them, vënje diagnozash dhe trajtimi në një mënyrë që nuk duhet, por terapia e lojës e ndihmoi atë të dilte nga ajo lloj mbyllje që kishte bërë dhe të funksiononte në të përditshmen e tij dhe sot është një djalë, besoj që duhet jetë 25 vjeç, duhet jetë i bukur patjetër se ishte i bukur. A është ndonjë rast të cilin ke menduar në fillim që është një situatë goxha e vështirë, nuk është se shikoje ndonjë premisë shumë të madhe, por rezultati në fund ka surprizuar? Po, ka qenë një rast që vërtet kemi menduar si grup. Në fakt dua ta theksoj këtë që puna ime ka qenë gjithmonë e mbështetur nga profesionist dhe kam qenë me fat që kam punuar në një kohë ku duhet të them ishin yje. Dua të përmend doktoreshën Donikën po, patjetër, Anita Pilikën po, duhet ta përmend Spiros Aqellarin po, duhet ta përmend dhe ta përshëndes Ariel Çomën po, duhet ta përshëndes doktoresh Liri Berishën për gjithë mundësinë që dha me hapjen e qendrës për autizëm, patjetër që dua të përshëndes se kanë lënë gjurmë edhe në formimin tim, por që ka qenë vërtet një rast që e kemi ndjekur privatisht. Dhe ka qenë një bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë mes terapistit kryesor, shoqërueses në kopësht dhe grupit multidisiplinar, lokopedit që ka marrë pjesë dhe të gjithë elementet e tjerë dhe edukatorët e kopshtit dhe prindi patjetër që ka qenë prezent dhe ndryshimi ka qenë i pa diskutueshëm, por edhe i pa besueshëm. Vërtet. Ku është sot ai fëmijë? Sot është në shkollë. Do ta përshëndes. Okej. Ka shumë terapistë të rinj që duan të futen kësaj rruge. Çfarë këshillë do i jepje? Ka shumë nevojë për ju terapistë. Ka shumë nevojë. Ju lutem, përpiquni të njihni mirë etapat e zhvillimit. Keni mbaruar psikologjia apo shkenca sociale, brenda janë të gjitha etapat e zhvillimit, njihuni me rastin dhe dakord është një model aty i programeve teaching. Por merrni vetëm çfarë ju duhet. Bëni kreativ.
bëhuni kreativ në lidhje me rastin që keni përballë. Dhe bëheni këtë punë me shumë dashuri dhe pasion. Duke qenë se ke gjithë këto vite eksperiencë, cila është një këshill që mund të japësh neve terapistëve për të shmangur burnoutin? Sepse të themi atë që është një punë që ka një lloj ngarkese emocionale dhe mendore, ëh? Kështu që ndonjëherë bëhet edhe pak e vështirë dhe e lodhshme. Është një punë konsumuese jashtëzakonisht shumë. Është e lodhshme, po, patjetër që po. Megjithatë do doja që të thosha terapistëve, përpiquni të gjeni të bukurën çdo ditë. Mendoni pozitivisht përballë rastit që keni, si mund ta ndihmoni, si mund të qeshni dhe të luani me të, pa qenë strikt të përgjigjeve dhe përqindjeve që merr përballë një programi teaching, ato janë thjesht detyra. Kënaquni, bëheni argëtuese seancën e terapisë dhe do gjeni kënaqësi pafund. Faleminderit shumë. Po për prindrit. Ke ndonjë këshill? Për prindit do doja të thosha që e di është një ngarkesë shumë e madhe, është e lodhshme, është e mundimshme, është e mërzitshme. Do doja të thosha mbas gjithë përpjekjeve që bëhen çdo ditë, raskapitje për t'ia dalë me pagesat, për t'ia dalë me sjelljet, për t'ia dalë me lodhjet, për t'ia dalë me ushqimin, me përkujdesin, me të gjitha këto. Por gjithsesi do doja që të mos e delegoni. Mbani pjesën tuaj, është shumë e rëndësishme. Bashkëpunoni me specialistët, bashkëpunoni me terapistët. Kjo punë në grup ka gjithmonë shumë më shumë efikasitet se sa një vetëm. Para se ta mbyllim këtë episod dhe këtë sezon të parë, do doja që të kishe një thirrje të drejtë për drejtë ndaj prindërve të cilët na ndjekin, të cilët ndoshta hezitojnë për të ardhur dhe për të ndarë historinë e tyre. Çfarë do u thoshe? Përpiquni të jeni motivues, përpiquni të bashkëpunoni, përpiquni të pranoni dhe të ecni së bashku me fëmijën tuaj drejt zhvillimit. Atë që thash, nuk mund të ketë hapa të mëdhenj, po hapa të vegjël patjetër do ketë. Vërtet. Faleminderit Engelida që ishe sot me ne. Faleminderit që ndave eksperiencën tënde dhe këshillat. Faleminderit për gjithë mbështetjen që ke dhënë për këtë podcast. Dhe uroj që sezonin tjetër t'jesh akoma më fuqishme me mbështetjen tënde. Ky ishte edhe episodi i fundit i këtij sezoni, ndryshe por bashk. Nëse ne kemi arritur tek ju që t'ju prekim dhe t'japim një fije shpresë, atëherë misioni ynë është realizuar me sukses. Falenderoj të gjithë profesionistët të cilët ishin këtu. Falenderoj prindrit dhe fëmijët të cilët erdhën dhe na ndoqën dhe na mbështetën dhe ndan historitë e tyre. Ata u bën motivim dhe frymëzim për shumë e shumë familje të tjera të cilët më kanë kontaktuar, më kanë shkruar dhe vërtet jam shumë e lumtur që kemi nisur këtë mision së bashku dhe e përfunduam në mënyrë më të mirë të mundshme. Ju falenderoj shumë. Shihemi sezonin tjetër.